pastrojmë frigoriferët. Me që frigoriferët ishin bosh, se nuk burri nuk hante në shtëpi siç u thashë, edhe neve mungoni me pushime unë dhe djali. Ndaj dhe ishte një mundësi e mirë tani që ti pastroja para se ti mbushja prapë me gjëra nga supermarketi. Fillova një herë nga ky është frigoriferi im, të cili ne kam bler unë. Edhe tjetri është që kishte shtëpia brenda, ndaj edhe kam 2 frigorifer në shtëpi. Fillova nga ky, që e them frigoriferi im, edhe pastaj nga frigoriferi i shtëpisë. Siç mund të shikoni ishin boshëm, se siç u thashë nuk ishim në shtëpi, edhe na keni parë që ishim në shtëpi. Ndaja edhe i pastrova mirë dhe vendosa të gjitha gjërat që bleva në supermarket. Kur të kem kohë do t'u bëj edhe një supermarket haul, po tani bëhet një çik nami me të gjitha këto videot edhe pastrimet edhe rregullimet në shtëpi. I pastrova frigoriferët, i mbarova, edhe mirë që ishte koha e mirë. Do me thënë ndaloj shiu, nuk po binte shi. Dola për jashtë të shkunë të rrugicat edhe të nxjerr të gjitha plerat që nuk na duhen, të gjitha kartonët e të gjitha këto që ishin bërë. Pastaj ja vazhdoj me pastrimin e kuzhinës, pasi kisha larë pjatat të gjitha, po laj një çik mirë edhe lavamanin. Pasi mbarova dhe lavamanin, pastaj do vazhdoj nga pjesa tjetër e kuzhinës, edhe do t'u tregoj edhe në videon tjetër si përfundoi kuzhina ime.